Shkoj me pyetjen e radhës e cila thotë kështu. Unë jam një motër muslimane, elhamdulillah prej Zotit ka 2 vjet që kam filluar me fal 5 kohët e namazit, por nuk kam mbulesë dhe pyetja ime është nuk di çfarë po pengon ta vëj shamin. E lut Zotin e lartësuar të më ndihmoj, edhe unë të kem shamin sa më parë. Veshin e kam në rregull, ama shamin jo, ndjej me pa plotësuar thotë. Shive, fatkeqësisht vajzat e reja që e vendosin ose kanë dëshirë të mbulohen, ndikohen pak nga opinioni publik. Jo, fatkeqësisht, se të ne shumë i bëhet mohabeti shamis. Ja, u kanë amlu. Po në momentin që e vendos shamin, ndoshta has probleme me familjen, me shoqërinë, me këta mediumët ma veç presin me ndodhë diçka. Jo të gjitha mediumët, disa po. Tash në thojza që njifen ata njerëz që shajnë, nuk e duan fejnë, nuk e duan shamin e kështu me radhë. Unë mendoj që në të lidhet për Zotin, obligimet fetale i çon vend edhe ta lut Zotin që t'ja mundson mbulesën, sepse mbulesën mos e kupto si obligim, kuptoj si krenari. A jam I qartë? Krenare që për hir të Zotit po mbulon namazin, për shembull. Ajo është obligim. Unë nuk duhet me fal namazin se është obligim. Po duhet me fal namazin se knatësi ndije në namaz. Edhe qetësohem. A jam I qartë? Edhe e motra janë, nëse vendos, inshallah Zoti ja mundson me vendos mbulesën, le ta ndinë veten krenare. Sepse ka motra tona që nënçmohen. Po dhe bullizohen. E çka I kishë këshillu, po bullizoj ti ato që zmbulon. Nuk ka be feja jon. Po dem kontra. Ja, nuk është ashtu. Do të thonë ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti zgjedhur. E qartë. Ta'muruna bil ma'rufi, thini njerëzit veprat mira, wa tanhauna 'anil munkari, dhe I largoni njerëzit nga veprat e liga. Nëse ti nënçmon, unë ta kthej, çfarë dallimi kemi në ozja? Këshill të mirë më dhave mua. Po jo, po ti nëse më nënçmon, unë do të më bëj durim. Një herë, 2 herë, 3 herë që ti ta kuptoj që unë jam musliman ama shive, e kam një plus. E ndoshta ti ndikohesh edhe me siguri se kemë largu atë ves të nënçmimit. Do me thonë, me ba sabër këto nëse nënçmohen, edhe shive, se vapin e kanë të madha, pa, unë këto që ambulohen. Po normale se shive, ka njerëz të tjerë që janë zbulu 80%, hiç se kanë gajle, hiç që vas mërzitën, ose nuk mërzitën, edhe shumë normale I duket. Pse beneve, mos më na duk normale, shumë normale me umbulu. To s'ka nevojë pas me u paragjiku as me mos e mendo çka kanë me thon tjerët. Ti lidhu me Zotin, edhe nëse ofse dikush ta flet në fjalë, ktheja me fjalë të mirë. Shumë e qartë. Mos mendo çka mendon tjetri, por mendo Allahu çka thot për ty. Po tash nëse fillojmë me mendu çka mendojnë tjerët, asnjë punë s'e bën. Ti shumë ndikohesh shumë keq. Po. Unë mendoj se ajo motra janë le të lidhet me shoqëri që janë të mbuluara, që e kanë kalu para kësaj, se ka vajza që e kanë kalu para kësaj këtë problem edhe në të konsultohet edhe me ata. Se ne si burra kena problem pak disa çështje të grave me sqaru se këtu ka emocione, ku gratë mendojnë disi pak më ndryshe se ne, është e vërtetë është. Po normal. Por çka këto janë granë e na burra. Edhe tash unë mendoj se ajo le të konsultohet me shoqërinë. Tash ka rrjete sociale, mundet me gjetë dikat që e ka pas këtë shqetësim edhe I ka dalë. Po.